Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Analisti dhe njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare se Bytyshi do ta kemi pas pak në një lidhje direkte me cilin do të diskutojmë, por edhe në afateve për formimin e qeverisë dhe gatishmërinë e mandatarit Albin Kurti për ta formuar qeverinë deri këtë të diel. Do të flasim gjithashtu edhe për zhvillimet që vijnë nga samiti i procesit të Berlinit, i cili po vazhdon në orët e pasdites në mes të liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe disa prej liderëve të Bashkimit Evropian. Të gjitha këto pas pak, por si zakonisht në fillim ju sjellim zhvillimet kryesore të ditës. Nis takimi liderëve të Ballkanit Perëndimor e liderëve të BE-s në Londër. Kurti takon sekretaren britanike i kërkon bashkëpunim në luftën hibride të Rusisë. Pas kllokote, Gjykata Supreme i hapru rivotimit edhe në komunën e Junikut. I kërkon PZAP-s që në ankesën e AK-s të marrë vendim meritor. KSZ-ja vendos për rinumërimin e 16 kutive të votimit, miraton flet votimet për balotazhe. Vendosja dhe PDK ngrej shqetësimet për numrin e lartë të votimit në asistencë. Pezullohet përkohësisht takimi shumë pritur mes Trumpit dhe Putinit. Trump thekson se nuk dëshiron takim pa rezultate konkrete. Ka nisur në Londër samiti 12 i procesit të Berlinit. Në takim po marrin pjesë liderët e shteteve të Ballkanit Perëndimor e të shteteve të Bashkimit Evropian. Mysafirët janë pritur nga sekretarja punëve të jashtme e Britanisë së Madhe dhe kryeministri Keir Starmer. Në këtë takim i 12 me radhë që nga viti 2014 pritet të diskutohet për paqen dhe stabilitetin në rajon, për luftën kundër krimit të organizuar, bashkëpunimin ekonomik e ndërtimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore. E në prag të këtij takimi, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka takuar sekretaren për punë të jashtme të Mbretërisë së Bashkuar, Yvette Cooper. Në një njoftim të zyrës së kryeministrit thuhet se Kurti në takim me sekretaren britanike ka theksuar se partneriteti i Kosovës me Britaninë e Madhe është kyç për mbrojtje nga lufta hibride e Rusisë. Në këtë njoftim thuhet se Kurti ka përsëritur se prioriteti i Kosovës është antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kurti ka përmendur edhe sulmin terrorist në Banjsk dhe lënien në liri të sulmuesve. Lënia e lirë të tyre përbën kërcënim të vazhdueshëm për sigurinë e Kosovës, thuhet në njoftim. Kurti në takim me sekretaren Cooper ka theksuar se Kosova shembull në mbrojtjen e të drejtave të pakicave, ndërsa ka përsëritur se është e gatshme ta ndihmojë Britaninë e Madhe në çështjen e migrimit. Dyfishimi i përpjekjeve diplomatike për njohjen e Kosovës nga shtetet e Bashkimit Evropian është një prej 3 rekomandimeve të nxjerra për Britaninë e Madhe nga një raport i think tank New Diplomacy Project me disa autor, në krye me ish-sekretarin e përgjithshëm të NATO-s me temën për rivendosjen e leadershipit britanik në Ballkanin Perëndimor. Në prag të organizimit të samitit të procesit të Berlinit në Londër, raporti nxjerr rekomandime se si duhet të veprojnë Mbretëria e Bashkuar, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja për ta stabilizuar rajonin. Sipas raportit, rekomandimi i parë është që Britania e Madhe të marrë një rol udhëheqës për Ballkanin Perëndimor. Pikë e dytë është vlerësuar avokimi domosdoshëm i Britanisë për zgjerimin e NATO-s. Aty është theksuar se Britania duhet të avokojë për zgjerim të NATO-s në Ballkan, duke përfshirë Kosovën e Bosnjë-Hercegovinën. Sfidat kryesore për Ballkanin janë vlerësuar ndikimi rus, ndikimi i Kinës, migrimi ilegal e krimi organizuar dhe humbja e besimit në Evropë. Forcat e armatosura të Britanisë së Madhe do të vazhdojnë mbështetjen për misionin paqëruajtës të udhëhequr nga NATO-ja në Kosovë, forin për të paktën edhe 3 vjet deri në dhjetor të vitit 2028, ka njoftuar qeveria britanike të mërkurën. Njoftimi është bërë në të njëjtën ditë kur kryeministri britanik Keir Starmer në Londër po pret samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor, ku po diskutohet bashkëpunimi rajonal për sfidat të përbashkëta, siç është migrimi i parregullt. Aktualisht Britania përqendrohet në një forcë rezervë me qindra ushtarë të cilët mund të dislokohen në Kosovë edhe në kohë më të shkurtër kur kërkohet.
Flasim tani për një zhvillim të fundit ku zëvendës kryeministri pa në detyrë për integrim evropian dhe zhvillim me dialog në Kosovë Besnik Bislimi ka pritur në një takim pune për përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Së bashku ata kanë diskutuar rreth rrugës përpara drejt zbatimit të plotë të marrëveshjes bazike dhe aneksit të zbatimit. Zëvendës kryeministri Bislimi ka theksuar gjithashtu se duhet të trajtohet me urgjencë dhe vëmendjen e merituar çështja e personave të zhdukur me dhunë në mënyrë që të fillohet edhe me punën e komisionit të përbashkët gjersa e ka një marrëveshje të dakorduar nga dhjetori i vitit të kaluar. Gjithashtu me urgjencë duhet të trajtohet problemi bllokimit të shpërndarjes së mjeteve për fermerët në luginën e Preshevës, që është bllokuar në Serbia dhe e cila refuzoi edhe në takimin e fundit në Bruksel të muajit të kaluar që ta trajtojë këtë çështje, ka thënë zëvendës kryeministri Bislimi në këtë takim njofton zyra e qeverisë. Ai foli edhe rreth dëmeve që Serbia po ja shkakton Kosovës vit pas viti me bllokimin e linjave të interkoneksionit, i cili po e rrit kostën e transmisionit për energjinë jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin. Bislimi shprehu edhe rëndësinë dhe domosdoshmërinë që sa më parë të ndodhë heqja plotë e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për rinumërimin e 16 kutive të votimit nga zgjedhjet lokale të 12 tetorit, të cilat i përkasin vendvotimeve të komunave të ndryshme në Kosovë. Sipas vendimit të miratuar në mbledhjen e së mërkurës, 5 nga kutitë e votimit i përkasin zgjedhjeve për kryetar komunash, ndërsa 11 të tjera për kuvende komunale. Sipas KQZ-s, rinumërimi është i nevojshëm në përputhje me rregullorën zgjedhore për qendrën e numërimit dhe rezultateve, sipas së cilës kutitë rekomandohen për rinumërim në rast të mos përputhjes së të dhënave. Gjithashtu gjatë mbledhjes u miratuan edhe flet votimet për raundin e dytë atë të balotazhit. Këto përfshihen edhe rastet ku numri i nënshkrimeve në listën e votuesve është më i madh ose më i vogël se numri i flet votimeve në kuti. E në këtë mbledhje u ngritën edhe shqetësime për numrin e lartë të votimeve me asistencë, veçanërisht në hanin e Elezit. Në hanë të Elezit pjesëmarrja është 5.015 votues nga 8.000 diçka, nga 5.015 votues, 527 janë me asistencë, ose 10.51. Nga ta të verbër, ose me shikim të dobësuar, thuhet se janë 243. Unë i bashkuam asaj që ta kolega që të me ndalu asistencen, por kisha dashur asistencen me ndalu edhe të votimi diasporës, jo veç në Republikën e Kosovës. Se nëse në një komunë qenë ka 10%, në 29.000 votat të diasporës ndoshta është 50%. Lëvizja vetëvendosje ka shënuar shpenzimet më të larta ndër subjektet politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës për 3 mujorin korrekt shtator të këtij viti. Sipas të dhënave të publikuara nga KQZ-ja, vetëvendosja kryeson me shpenzimet më të larta gjatë këtij 3 mujori, me gjithsej 663.459 euro të deklaruara. Këto shpenzime përfshin aktivitetet politike, funksionimin e partisë dhe shpenzime të tjera operative. Pastaj vjen PDK-ja, e cila ka raportuar një shumë prej 220.660 eurosh për 3 mujorin e njëjtë. Liga Demokratike e Kosovës ka deklaruar se ka shpenzuar gjithsej 188.533 euro, ndërsa AK-ja ka paraqitur shpenzime në vlerë prej 40.765 eurosh, që është shuma më e ulët në krahasim me partitë të tjera parlamentare. Nenad Milković dhe Aleksandar Lazić janë dënuar nga gjykata themelore në Prishtinë me nga 6 muaj burgim, mas që është zëvendësuar me gjop nga 4.000 euro për huliganizëm dhe pjesëmarrje në turm në vitin 2021 në veri. Të dy një ditë më parë pranuan fajsi, ndërsa 4 të akuzuarit e tjerë, Srećko Sovronović, Ilja Vicentelević, Milan Vicentević e Marko Rakić, nuk e pranuan. Nëse të akuzuarit nuk dëshirojnë, nëse nuk mund të paguajnë dënimin me gjop, atëherë dënimi me gjop do t'ju zëvendësojë
diferencohet me dënimin me burgim. Të dy akuzoheshin se në tetor të vitit 2021 kishin sulmuar zyrtarët policor të Kosovës me gur, shufra, drurje metali dhe me granata dore. Sipas prokurorisë, të gjashtë akuzuarit u kanë zënë pritën policisë duke vendosur barikada, ndërsa mjetet e blinduara të policisë janë goditur me plumba nga të shtënat me armë zjarri dhe me granata dore. Për pasojë, 3 policë ishin plagosur. Avokati Haxhi Millaku e Elena Krikopavić, që përfaqësojnë 2 serbët të cilët e kanë pranuar fajsin, kanë thënë se pranimi është bërë me vullnet të lirë. Në 2 komuna të vogla mund të ketë rivotim si pasojë e vendimeve të Gjykatës Supreme. Kjo gjykatë mërkurën ka prishur vendimin e PZAP-s, përmes të cilit ka hedhur poshtë ankesën e AK-s për rivotim në Junik. Supremja ka detyruar PZAP-n ta trajtojë sërish ankesën e AK-s dhe të marrë vendim meritor. Njëjtë PZAP-ja është obliguar të hënën edhe për komunën e Klokotit. Banorët e komunës së Junikut mund të drejtohen edhe një herë kutive të votimit. Gjykata Supreme, njëjtë si për komunën e Klokotit, ka prishur vendimin e PZAP-s dhe ka obliguar këtë instancë ta trajtojë sërish lëndën dhe t'i përmirësojë shkeljet ligjore. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është ankuar në PZAP për votimin e personave që nuk janë nga Juniku dhe ka kërkuar përsëritjen e votimit. E pasi kjo shkallë e vendimarrjes e hodhi poshtë ankesën e saj, AK-ja u ankua në Supreme. Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se PZAP-ja gabimisht ka vendosur kur e ka hedhur poshtë ankesën e ankuesit për faktin se nga pretendimet që ndalin nga ankesa, i njëjti është ankuar për procesin dhe parregullsitë gjatë ditës së votimit dhe jo kundër rezultateve preliminare të tabuluara nga KQZ-ja, ashtu siç ka pretenduar PZAP-ja në vendimin e atakuar. Një vendim të tillë Supremja e nxori të martën edhe për Klokotin. Kandidati shqiptar për kryetar të kësaj komune, Arber Emini, u ankua për parregullsi në ditën e votimit. Në ankesën e tij thuhet se janë përdorur vërtetime mjekësore të rreme, të lëshuara nga një mjeke e punësuar në sistemin paralel shëndetësor, me të cilat është mundësuar votimi me asistencë. Prokuroria në Gjilan ka nisur hetimet ndaj kësaj mjeke. E si për rastin e Junikut, ashtu edhe për atë të Klokotit, Supremja ka konstatuar se PZAP-ja ka gabuar kur e ka trajtuar ankesën si kundër KQZ-s. Ankesa nuk është ushtruar kundër rezultateve preliminare të tabuluara nga KQZ-ja e as kundër KQZ-s, por e njëjta është ushtruar ndaj subjekteve politike Srpska Lista dhe subjekti politik Srpska Narodna Sloga për parregullsi gjatë ditës së votimit, e që realisht ankesa është dashur të trajtohet në bazë të meritave dhe jo të hidhet poshtë si e palejuar. Për të dyja këto ankesa, Supremja e ka udhëzuar PZAP-n që të vendosë në mënyrë meritore mbi kërkesën e ankuesve, duke nxjerrë vendim të drejtë dhe të ligjshëm në përputhje me vërejtjet e saj. Në Klokot, në bazë të rezultateve të tanishme, në balotazh kanë shkuar kandidatët e listës serbe dhe Srpska Narodna Slogës. Kandidati shqiptar Emini doli i treti. E në Junik në raundin e dytë, nëse nuk ndryshon asgjë, rival do të jenë kandidatët e LDK-s dhe AK-s.